Miqtë të Top News Mirdita, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore, do të kalojmë me pamje direkte nga konferenca me gazetarët e krejt PD-s zotit Berisha. Të CDA mbajtur në San Paulo votuar me unanimitet të plot këtë rezolut, diskutimet që ata bën me preokupimin më të madh për gjendjen në Shqipëri dhe garantoj shqiptarët, garantoj miqtë tanë se përpjekjet tona nuk do të tërhiqen para asgjëje dhe se qëllimi ynë për rikthimin e demokracisë dhe votës lirë do të vazhdoj me çdo përpjekje, çdo sakrificë. Faleminderit. Zoti Berisha, gjatë qëndrimit tuaj në Brazil, Tirana u vizitua nga zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian Marta Kos, e cila i konsideroi zgjedhjet e 11 maj të lira dhe të ndershme. A keni një qëndrim lidhje me këtë deklaratë dhe për faktin që nuk u konsiderua raporti OSB Odirit? Faleminderit. Partia Demokratike pas deklaratës së zonjës Marta Kos bëri një deklaratë në të cilën ajo e dënoi publikisht dhe gjërësisht deklaratën e frymëzuar të zonjës Kos nga propaganda e xhepit, propaganda e paguar e Edi Rams, ekstremizmi politik i majt apo dizinformimi, si një deklarat që shkelëran ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Ajo çka unë duhet të them, sot lexova para se të vi këtu, se ka patur një reagim nga ana e zëdhënësit Komisionit Evropian, i cili shpreh qëndrimin korrekt të Komisionit Evropian të papajtueshëm me qëndrimin e zonjës Marta Kos, një adhuruese pa kushte për arsyet e saj të Edi Rams dhe bëmave dhe gjëmave të tij. Ndaj dhe unë falenderoj Komisionin për reagimin dhe garantoj se Partia Demokratike mbetet e përkushtuar totalisht për procese integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian si ardhja më shkëlqyer për shqiptarët, si kundërthekson se sot Shqipëria në mënyrë absolute përveç pozicionit gjeostrategjik nuk plotëson asnjë nga kushtet dhe kriteret që kërkohen për këtë antarësim. Zoti Berisha, për të mbetur te kjo çështje, përveç dënimit të deklaratës së zonjës Marta Kos, çfarë duhet bëjë opozita pas deklaratave që vijnë nga komisionerja e zgjerimit për zgjedhjet në Shqipëri, ndonë se raporti Odir fliste për të tjera gjetja? Opozita ndodhet para disa sulmeve të targetuara të individëve të caktuar që përfaqësojnë, që janë në Komision Evropian ose përfaqësojnë në Shqipëri Bashkimin Evropian. Të ngjashme, por jo identike me qëndrimet e zonjës Kos, janë qëndrimet e ambasadorit Gonzato, i cili është një përçues i propagandës paguar të Edi Rams dhe një dizinformimit pa përmbajtur. Lidhur me këtë të fundit, unë ju kam informuar ju se ky zotëri për të përcjell propagandën e Edi Rams ju thot deputetëve të Parlamentit Evropian se kryetari i Partisë Demokratike nuk është pro-perëndimor, masi agenda e tij është manga dhe jo integrimi. Ky është një trillim, një mashtrim, e kam denuar edhe një herë dhe denoj prap. Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet absolutisht e përkushtuar totalisht në procesin e integrimit. Janë të gjitha integrimet e mëdha të Shqipërisë vepër e kësaj partie. Kurse, për sa i përket mashtrimit
se ai ka agjend magën, maga si program i një partie konservatore ka shtyllat e shkëlqyera të mbrojtjes së vlerave që partitë konservatore ndajnë, dhe unë i rikujtoj ati zotërije, se nuk di ku ka qenë ai 32 vjet më parë kur Sali Berisha ka vendosur në Shqipëri taksen e dytë më të ulët në botë. TVSH-n më të ulët në botë pas një vendi tjetër. Dhe sistemin fiskal më konservator më të ulët. Ka bërë gjithçka për konsolidimin e familjes, ka mbrojtur interesin kombëtar. Pra, në qoftë se ka një konkordancë, ne jemi krenar për vlerat që mbrojnë. Dhe nuk mundet kur njëri nga pozitat të ekstremizmit të majtë, të bëj gjatë shtrigash kundër programit tonë. Në rast se presidenti Donald Trump këto vlera po i mbron dhe konsolidon në Shtetet Bashkuara ky është interesi i mbar njerëzimit. Dhe nuk mund të përdoret kjo, apo pas mashtrimit tjetër, se Kris Lasivita ka sjell këtu çekun 9 miliard eurosh në rast se fiton Shqipëria për të shkëputur nga Bashkimi Evropian. Shqiptarët duhet ta dinë se kjo është propaganda e Edi Ramës, është përcjell në të gjitha nivelet në kancelarit në Bruksel. Dhe këto janë shpifje të turfe, do bleka mos antarësimin, përkundrazi. Politika e Shteteve të Bashkuara ka qenë është që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Por i theksova këto sepse janë fakte reale, janë të pamohueshme. Dhe natyrisht në këtë mjedis zonja Kos mund të bëjë çdo deklaratë. Por nuk është e vetme zonja Kos. Jo. Berisha, gjatë qëndrimit tuaj në Brazil, ju u emëruat edhe zëvendës presidentit SDI-s. Pyetja ime është si do të impaktoj ky emërim edhe në aksionin tuaj politik në Shqipëri kundër qeverisë së Edi Ramës. Faleminderit. Ishte nder i madh për mua. U propozova dhe u zgjodha zëvendës president i organizatës më të vjetër dhe më të madhe në botë të partive të qendrës djathtë. Ishte një vlerësim i jashtëzakonshëm për qendresën e Partisë Demokratike në mbrojtje të vlerave të lirisë, demokracisë, shtetit ligjor, që ndan me partitë e tjera, por ishte një vlerësim dhe nderim dhe për përpjekjet e mia personale për të qëndruar për ato të vërteta që unë besoj dhe që janë të përbashkëta për dinjitetin njerëzor, për lirinë dhe demokracinë. Unë do bëj gjithçka që këtë nder të madh që më bën, së bashku me opozitarët në Shqipëri, ta shndrojnë në një fitore të forcave opozitare, të vlerave që këto forca mbrojnë dhe zhvillojnë. Faleminderit.